Ja çfarë pësojmë nëse nuk ndrojmë shpesh çarçafët. Një studim i bërë nga Universiteti School of Medicine në New York ka nxjerrë në konkluzion që së paku është e domosdoshme që çarçafët të ndrohen të paktën një herë në javë. Kërpullat, bakteriet, sekrecionet, urina dhe djersa janë disa nga elementët që shfaqen në çarçaf, nëse ato i ndrojmë shumë rrallë. Në rastet e kundërta rrezikojmë të flejmë mbi një mal me ndotje, të prodhuara nga çdo lloj sekrecioni trupit. Nëse çarçafët nuk ndrohen rregullisht në kravatin tuaj, mund të çohet një numër i lartë i bakterieve që mund të akumulohen vazhdimisht në të. Nëse çarçafët nuk ndrohen rregullisht, ato në çdo vit mund të përmbajnë rreth 100 litra djers, si dhe ndotje të ndryshme të sekrecioneve. Për të shmangur alergjitë, këshillohet që çarçafi të lahet më shpesh dhe gjithashtu të ndrohet edhe sa më shpesh jetë e mundur, të paktën një herë në javë është më se mjaftueshme për të marrë përfitime të rëndësishme.